Është kënaqësi e veçantë që të marr pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm e do donim të kishim më shumë tema të tilla që na bashkojnë dhe na kujtojnë themelin e gjithçkaje që i përkas. Nderuar anëtarë dhe aktivistë koalicionit shqiptar pro familjes dhe jetës, nderuar personalitetet, fushave të ndryshme, deputet, përfaqësues të institucioneve vendore e qendrore, nderuar zonja dhe zotrinj. Familja është institucioni më i qëndrueshëm mbi cilin është ndërtuar jeta shoqërore që nga fillesat e saj. Ajo los një rol shumë të rëndësishëm dhe të pazvendësueshëm për të na bërë njerëz më të mirë individualisht dhe po kështu edhe qytetar më të dobishëm dhe më të përgjegjshëm për shoqërinë tonë. Familjet e shëndetshme rrisin fëmijë të lumtur, të suksesshëm, me vlera të larta njerëzore dhe me angazhime të rëndësishme shoqërore, duke mbajtur brezin e ri sa më larg veseve të kohës. Familja është djepi ku rritet brezi i ri dhe ku ndërtohet dhe garantohet ardhmja e një vendi. Dashuria për atë dheun lind nga dashuria për familjen, na ka mësuar Sami Frashi. Ndaj, edhe përkushtimi ndaj familjes forcon atë dashurinë dhe na bën një kombë më vital e më të bashkuar. Shfrytëzoj këtë rast t'ju shpreminjoj të thellë të gjithë bashkësive fetare në vendin tonë dhe udhëheqësve të tyre që në mënyrë të vazhdueshme japin mesazhe shumë të rëndësishme mbi vlerat dhe rëndësinë e institucionit familjes. Dua të falenderoj shoqërinë civile, të gjitha ato organizata dhe institucione vendase të huaja, të angazhuara prej vitesh në mbrojtje të drejtave të fëmijëve dhe të grave, të pastreve dhe të jetimve, si edhe që kanë dhënë një ndihmë të madhe ekonomike dhe edukative ndaj familjeve më nevojë. Mbrojeni familjen tuaj, është mesazhi që na jep edhe Papa Francesku. Ajo është streha e mbrojtjes së jetës. E drejta e jetës është një drejtë universale, e përcaktuar në legjislacionin tonë ashtu sikurse edhe në nenin 3 deklaratës universale të drejtave të njerëzit, ndaj së cilës duhet të përmbahemi dhe të punojmë vazhdimisht si shoqëri për ta mbrojtur atë dhe të gjithë drejtat themelore të përcaktuara në Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, duke luftuar paragjykimin dhe diskriminimin në çdo formë e pas një dallim. Tradita shqiptare ka si qendër të saj familja. Vlerat dhe zakonet tona kombëtare janë kultivuar pranë vatrës familjare. Por familjet shqiptare janë gjetur vazhdimisht në kushte dhe rrethana të vështira, për shkak të varfërisë, për shkak të dhunës familje, për shkak të mungesës së arsimimit dhe të përkrahjes sociale, si edhe të plagës më të madhe që po përjeton vendi ynë, largimit masiv nga vendi. Ndaj lufta kundër varfërisë dhe dhunës familje, ndëshkueshmëria e dhunës ndaj grave, fëmijëve dhe të moshuarve, politikat sociale më përfshirëse, lufta ndaj përjashtimit social, përmirësimi i standardeve të jetesës, një arsim më i mirë, zhvillimi i qëndrueshëm i vendit, respektimi i drejtave të njerëzit dhe krijimi mundësive të punësimit duhet të jenë prioritete në çdo politikë e në çdo strategji. Po kështu fuqizimi sa më shumë i pozitës së gruas në familje dhe në shoqëri. Nevojiten politika më të veçanta, mbështetëse dhe efikase ndaj grave kryefamiljare, nënave të vetme me fëmijë, për të patur siguri ekonomike dhe standarde më të mira të edukimit dhe të jetës për fëmijët, si dhe për të garantuar integrimin e tyre të plot në shoqëri me dinjitetin dhe krenarinë që u takon. Lufta kundër varfërisë dhe forcimi ekonomik i familjeve shqiptare në tërësi do ndihmojë që prindrit të mos jenë detyruar të largohen nga fëmijët dhe familjet e tyre, që të rinjt të mos i lënë të vetmuar prindrit e tyre dhe po kështu të largohen nga dheu i tyre për të ndërtuar diku tjetër një të ardhme më të mirë. Një familje e shëndetshme sjell vetëm përfitime në çdo sektor të jetës dhe të zhvillimit të vendit. Ajo kontribon në harmoninë dhe në paqen shoqërore dhe kjo kontribon edhe për te vendit. Siç na ka mësuar shëntoria Nën Tereza, çfarë mund të bësh për të promovuar paqen në botë? Shko dhe duaj familjen tënde. Prandaj, sa më shumë duam familjen, aq më shumë do duam edhe dheun dhe do të jemi ambasador të paqes kudo ku jemi dhe kudo
ku do të jetojmë. Edhe njëherë dua t'ju falenderoj për këtë ftesë dhe për këtë temë të jashtëzakonshme. Familja Avdheu Kombi. Se Zoti vetë e tha me gojë që kombet shuhen përmbi dhe, po Shqipëria do të jetojë për të luftojmë ne. Duke luftuar për familjen, garantojmë Shqipërinë dhe garantojmë edhe të ardhmen e suksesshme të kombit tonë në këto kohë globalizimi. Faleminderit.